Ndërkohë nga ana tjetër, gjithashtu po tentohet të hidhet ujë në drejtim protestuesve. Pra vazhdimisht po tentohet të hidhet, pra është kjo forma e cila po tentohet për shpërndar protestën, por ka edhe gaz lotësjellës. Na duhet të vëmë maskat, kërkojmë vetëm pak momente. Atëherë jemi në këtë situatë ku punojësit e policisë janë duke gaz lotësjellës. Shohim dhe momente tensioni mes protestuesve dhe policisë në këto pamje të drejtë për drejta. Vijon hedhja e gazit lotësjellës nga ana e uniformave blu për të bërë të mundur shpërndarjen e protestuesve, ashtu siç ndodhi dhe disa minuta më parë, ku pas përdorimit të autobotit me ujë nuk ishte masë mjaftueshme për të bërë shpërndarjen e protestuesve, u përdor dhe gaz lotësjellës. Të janë pamjet e drejtë për drejta, vijon të qëndroj në këto ambiente përpara godinës së parlamentit. T'i japim pak kohë dhe gazetarit Osman Stafa për të zhvendosur tek gazetarja Gjensila Kodra, e cila ndodhet po aty, po në një kënd tjetër dhe po e ndjek nga afër protestën. Më thon nga regjia që mund të raportoj në këto momente dhe të na përshkruaj situatën aktualisht përpara godinës së parlamentit. Gjensila, po, të dëgjojmë. Janë molotov të tjerë të hidhur drejt tani momentalisht mund të themi pas tensionit që u bën mes protestuesve, por njëkohësisht edhe deputetëve të Partisë Demokratike dhe forcave të rendit. Në fakt u shpërndar që u përdorur gaz lotësjellës nga ana e policisë, por njëkohësisht edhe ujë. Nëse do të shohim ka vijon tjetër ende gaz lotësjellës drejt policisë, nga policia drejt protestuesve, por këta të fundit në fakt një pjesë e tyre mirë nuk janë dërguar duke vijë sërish të futen drejt godinës së parlamentit, por njëkohësisht nga ana e tyre janë hedhur dhe të hidhen molotov edhe në rrugën kryesore, pra jo vetëm drejt parlamentit. Si pasojë e hedhjes së këtyre molotove janë dëmtuar 6 punonjës policie të spital dhe kanë marrë djegje kryesisht në këmbë dhe në gjymtyr, por nga përdorimi i gazit lotësjellës ka pasur disa qytetarë të cilët kanë mbetur të lënduar. Ne po zhvendosemi në një pjesë tjetër, në fakt aty ku turma e qytetarëve, pra e protestuesve, kanë shkuar drejt rrugës së Elbasanit. Gjithë zona mund të themi ka një aromë të gazit të lotësjellës të përdorur nga ana e policisë së shtetit. Dhe nëse do të shohim, janë edhe një pjesë e forcave të rendit, të cilët nga godina e parlamentit janë spostuar në kryqëzimin e rrugës Elbasanit dhe bëjnë të mundur shpërndarjen e qytetarëve në momentin që këta të fundit tentojnë të afrohen për të shkuar para godinës së parlamentit. 2 autobot me ujë në këto pamje të drejtë për drejta janë pozicionuar në anë të urës Lanës, për të bërë të mundur që protestuesit mos të afrohen dhe të rikthehen sërish përpara godinës së parlamentit. Shoqërohen autobotët dhe me efektiv policie, të cilët kanë formuar një kordon, po vijojnë ecin e tyre. Po, Gjensila. Kjo është një strategji e përdorur nga forcat e rendit, njësoj si në protestën e fundit kombëtare, ku momentet e fundit që turma e qytetarëve u larguan nga përdorimi gazit lotësjellës dhe i autobotëve me ujë që u hodhën ndaj tyre, në fakt
dy autobot që ndrojnë dhe spostohen pra në rrugën kryesore dhe nëse shohin qytetarë të tjerë të cilët tentojnë pra të afrohen sërish pjesa grumbullohen protestues për të shkuar drejt parlamentit, vijojnë dhe hedhin ujë nga autoboti duke i spostuar, pra duke i larguar ata sërish për të mos i lejuar që të shkojnë dhe të afrohen para godinës së parlamentit. Nuk dihet se çfarë do të ndodhë më nëse do të ketë një spostim të tyre, pra një tërheqje të protestuesve nëse do të shkojnë apo jo sërish pranë parlamentit, apo do të vijojnë të shpërndahen duke qenë Policia me hedhjen e ujit për të bërë të mundur zbrapsjen e protestuesve. Po e shikojmë në këtë pamje të drejtë për drejtë, Gjensila. Nga njëra anë kemi kordonin policor, efektivët që vijojnë të qëndrojnë përpara godinës së parlamentit, forca të shumta të angazhuar në terren, 1300 punonjës policie janë raportuar që kanë zbarkuar në terren për të siguruar mbarvajtjen e kësaj proteste kombëtare të thirrur nga Partia Demokratike. Shikojmë tani dhe autobotin me ujë shoqëruar nga forcat e policisë, janë dy të tillë që po hedhin në drejtim të protestuesve ujë për të bërë të mundur mbrapsjen e tyre për të mos lejuar një rikthim tjetër përpara godinës së parlamentit, aty ku situata u raportua të kishte tensione me hedhjen e bombave molotov dhe mjeteve piroteknike drejt godinës së parlamentit, aty ku policia u kundërpërgjigj me ujë dhe me gaz lotësjellës që siç u raportua nga gazetari Osman Stafa, ishte i skaduar që në janar të vitit 2019, njëjtësi në protestën e parë. Lidhemi me gazetarin Ergys Gjençaj, ndodhet në një tjetër kënd të protestës së zhvilluar për të mësuar më shumë nëse kemi një zhvendosje atje të protestuesve apo situata duket e qetë dhe pa tension. Ergys, po, fjala për ty. Italiana duhet të kërkojnë ndjesë për sa i përket në maskat. Pa problema, arrin të dëgjohesh shumë mirë. Jam këtu në Selin në Bojnë, në Selin për Partisë Demokratike. Në momenti që policia po mësynte protestuesit që vendosur nga para parlamentit, u hodhën dhe gaz lotësjellës, gaz i cili ka mbritur edhe këtu në Bojnë e Partisë Demokratike. Tashmë pjesa më e madhe e protestuesve kanë mbritur në Partinë Demokratike, ndërkohë që bashkë me ata dhe deputetë të Partisë Demokratike, të cilët ishin bashkuar protestuesve pra në pozicionin që ishin më parë tek parlamenti, para godinës së Kuvendit të Shqipërisë. Dua të theksoj se menjëherë pas përfundimit të protestës së opozitës përballë